Hey, mirë, jam plot, jam full, s'kam kohë, jam lëmsh, biznesi im funksionon shumë mirë, qytetet janë shumë të mira, tash është sezoni që është kulmi i punës, edhe mirë, shiko, nuk kam kohë. Punoj nga ora 8, nga ora 7 deri në orën 12 natës dhe jam full fare dhe jam shumë i përkushtuar ndaj karrierës, edhe nuk kam kohë as të ikin palestër, as të takoj të shtëpisë, as të takoj vajzën, as të takoj djalin. Në për të tillë sezoni unë gjithmonë jam kështu. Këtë e dëgjoj shpesh në për takime me biznesmen, edhe kjo që mendoj që është një nga sfidat më të përhapura në bizneset të cilat bëjnë biznes të fortë, suksesshëm. Mbani mend diçka që kur ti ke një biznes le të themi 100.000 euro në vit, xhiro, okay? Edhe ti bën ato mënyrën që ti e bën. Kur ky biznes fillon edhe kalon masën, shkon 150, 200, 300, 1 milion euro, 2 milion euro, ti nuk mund cilësh do t'i thoj sikur ishe me 100.000 euro. Përgjithsisht tendenca e bizneseve është që të rriten edhe zhvillohen kur janë suksesshme dhe ti, stafi jot nuk mund të kesh dot njëjtin mendësi ose të njëjtën mënyrë pune. Nëse ti punon, për shembull, ke një biznes që qarkullon 100.000 euro në vit, edhe e bën atë lloj forme që e bën dhe e bën shumë mirë, e bën kualitative, ti tash nuk mund të bësh dot njëjtën gjë kur bën 1 milion euro në vit. Nuk është e pamundur. Përgjithsisht gabimi që neve mendojmë është që shiko se sa më shumë të punoj, aq më shumë do fitoj. Sa më shumë orë punë të bëj, aq më shumë mundësisht të flej dhe të kem krevatin aty. Ka disa pronarë biznesi që e kanë shtëpinë sipër biznesit. Nëse në fabrika, është biznesi 4 ky e kanë katën e 5 shtëpinë. Edhe ka kollaj, flej gjumë. Një mundësi shumë e mirë është që ti të kuptosh që biznesi i vogël nuk është njësoj me biznesin e madh. Biznesi familjar ose biznesi i artizanal nuk mund të jenë dot njësoj si me fabrikën, biznesi do sisteme. Që ti të përballosh 1 milion euro xhiro në vit, mendoj që ti duhet kalosh në një nivel biznesi që të jetë me sisteme. Nuk mund të jesh dot me artizanal. Marrim rastin për shembull të një biznesi i cili e filloi me printime, edhe ishte mirë, ishte pronar, ishte shumë i mirë, ishte shumë i gëzuar, mori kashu të vogël, një dyqan të vogël, një zyrë të vogël, filloi duke punuar, ishte dizajner shumë i mirë, filloi u rrit puna. Ju rrit puna edhe çfarë bëri, mori edhe një asistente. Edhe fillon duke bë 2 dizajnera, njëri bënte këtë, njëri këtë. Fillon duke u rrit, zero shkoi në 10 veta dhe biznesi shkoi në 100.000 euro dhe ishte komplet jashtë çdo lloj pritshmërie të pronarit. Pronari, duke qenë se i bënte vetë të gjitha, duke qenë se e kishte komunikim direkt me klientin, me punën, klienti puna, ky kishte shumë thjesht, s'kishte nevojë për sisteme, s'kishte nevojë për gjë, sa e bënte punën vetë, është okay. Me pagesa, po me pagesa të kollaj, ja, edhe pagesa. Ne po kur filloi të rriteshte puna, shkonte në nivele 1 milion euro. Ky është vetë, ka që ishte shumë i fokusuar klienti, puna. Ishte shumë i fokusuar. Ky tash i tha, "Ore, as nuk e di fare se sa shitet e sa fitim kam, se s'kam kohë, se jam duke marrë me klientin, edhe me punën, nuk kam kohë fare." Dhe kur bëm një camatje, doli në konkluzion, dhe e dinte kështu një 300.000 euro, 500.000 euro, kur i thonë tash, ne, po nuk është ashtu. Doli që ky kishte një 1 milion euro xhiro, që as vetë nuk e dinte, dhe ishte aq shumë i zënë me punë, sa biznesi po fillonte po të kurreshte, po kishte një krisje. Pse? Sepse klientët fillon pa kënaqë. Sepse ky po bënte të njëjtin gjë që bënte më parë. Çfarë bënte? Biznesi, klienti, puna. Po biznesi është me orë. Aq orë janë. Sa është? 24 orë. Aq ke. Si ti, si gjithë. Edhe nëse se ti bën këtë punë, pra klienti, puna, kjo lloj gjëje ka numër të caktuar klientësh që ti mund të shërbesh. Nuk mund të shërbesh dot 20 vetave, 30 vetave. Po, mund të shërbesh 40, po 100,
po 200 klient. Si përballon dot? Pse? Sepse ky ka limit numrin e klientave. Atëherë, çfarë ndodhi me këtë biznesin e printimeve? Ky filloi duke pasur rrjedhje klientësh mërziteshin, thoshin, ai është bosi i fabrik, 100 punë, ky ishte dizajner shumë i mirë, ishte një ekspert i fusës shumë i mirë, edhe nga që ka shumë punë tash, edhe s'ka kohë fare. Nga që ka shumë punë ky tash, edhe ja ka varë punës. Edhe i bënte shkeleshko ato, edhe nga i profesionisti që rrinte i bënte me detaj, i bënte bukur, i bënte me mjeshtri, tash ishte kalu kështu, hajde, se s'kam kohë. Dhe filluan, kompania po kishte probleme serioze, rënje, bëm. Pse? Sepse ky po humte cilësinë, po humte klientët. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që nuk po e kuptonte që kompania po të kurrej, klientët po mërziteshin, dhe ky vet nuk ishte afatgjat. Nuk do ishte afatgjat. Pse? Sepse kur je aty brenda, klienti, puna, ti nuk merr dot feedback nga klienti. Nuk merr dot një pamje nga lart, ore, shiko, si po ecin me tregun. Nuk po marrim dot, si ti analizojmë këto sisteme të punës. A të fusin në një kompani, një robot, a të fusin në një soft, a të majmë më tepër njerëz në punë, a të bëjmë një kështu projektim. Për shembull, kjo puna sa orë punë do, një gjë, një projekt, një printim, një fushat marketingu me billboarda me tjerë. Sa orë punë do. A i bëjmë një projektim kapaciteti, stafi, si që shteka në këti. Dhe kjo nuk po e bënde këtë gjë. Duke qenë se s'po e bënde këtë gjë, të kompania po shkonte në ulje, dhe kush është përfundimi? Përfundimi është që ky mori një trajnim të specializuar për problemin që kishte. Edhe duke marrë një specializim të trajnuar, një trajnim të specializuar për këtë lloj gjendje që biznesi kishte, për këtë lloj situate që ishte në këtë lloj biznesi, pra printimet, atëherë këtij u zgjidh puna dhe filloi duke pasur më tepër kohë për familjen, më tepër kohë për gruan, për bashkëshorten, për tjerët, sepse filloi të vinte limite. Fillonte ta investonte kohën e tij më mirë. Në qoftë se ti nuk ke kohë, vërteta nuk është që ti s'ke kohë. Po kush është e vërteta? Që ti nuk po e orienton, nuk po e menaxhon kohën, apo nuk po e investon kohën në atë lloj forme që ti të kesh një balans të karrierës me familjen, dhe nuk po investon në atë lloj mënyre që ti të fitosh më shumë duke njët me gocën edhe me djalin apo me familjen. Pra, ti fiton më shumë, do ngjajnë çikështu si çuditshëm tash. Ti fiton më shumë si pronar biznesi, nëse futesh në një kurs meditimi, kurs yoga, kurs palestre, nëse ikën bën hecje, nëse ti kujdesesh për veten tënde, shkon të bën masazhe. Pse? Më beso për këtë. Shumë veta e kanë bërë këtë gjë dhe kanë biznese shumë të suksesshme, vetëm si pasojë e menaxhimit të kohës. Kanë hequr shumë gjëra dhe kanë përqendruar fuqitë e tyre në ato të mira, në ato vendet ku janë më së shumti nevoja. Në qoftë se ti një biznes, në qoftë se ti ke një problem të ngjashëm, pra je për drejtues biznesi dhe s'ke kohë për familjen, s'ke kohë për biznesin, s'ke kohë që të zhvillosh biznesin, s'ke kohë që të hapësh biznesin në rajone të tjera, ta shpërthesh biznesin, të shkoj jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, gjithë Europën. Atëherë, mbase mund të jetë ky shembull ideal që ti mund gjesh veten te ky krahasimi, edhe mbase mund të jesh si ky personi, Toni, si kishte emrin ky biznesi? Si kishte emrin? Linda ishte pronarja e printimit, edhe Linda, mi kishte ajo shumë e mirë, unë vetëm aty bëj. Edhe Linda ndryshoi jeta vetëm nga mënyra e të bërit biznes. Çfarë do të thënë biznes? Ndryshosh jetën. Pse? Sepse i biznesi që neve jemi është menaxhimi i biznesit, menaxhimi i jetës. Nëse unë s'kam kohë me pa fëmijët, nëse unë s'kam kohë me cilësore, me gruan, me fëmijë, me burrin, me bashkëshortin apo me familjen, atëherë si do kem unë nerva ti flas klientit mirë,
Si do kemu nervat i flas stafit mirë, pse? Po unë jam komplet full of jam kështu në tension, jam gjatë gjithë kohës në alarm. Probleme që. Dhe ti nuk je ai personi që duhet të takon të jesh sipas pozicionit që ke. Nëse ti i gjen veten në këtë lloj forme, ka një mundësi shumë të mirë për ta zgjidhur këtë gjë. Nuk është problemi që ti ke, problemi kohës që ti ke, po është një problem aftësie që ty të mungon për ta zgjidhur këtë problem. Nëse ty të pëlqejnë sfidat, edhe nëse ty të pëlqejnë ajo kurioziteti, nëse je kurioz ta dish, apo të pëlqejnë challenge, sfidat e tua, atëherë unë të sfidoj edhe të shkruaj në numrin e WhatsApp që është më poshtë, edhe diskutojmë një problemin e biznesit tënd, dhe pastaj mund të shohim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë. Mund të bësh trajnim me mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seancë në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot, cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqejnë sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp dhe neve bashkë do lëmë një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.